Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 29. Data 29 janar 2026. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme, është një ditë ku Mërkuri nga ujori formon një kënd me afërditën. Është një kënd që mjaft pozitiv për komunikimin, kontaktet tona, shprehjet, ndjenjat, një kënd i dobishëm për diskutime, për një kënd i dobishëm për çështje pune, për udhëtime. Dhe kjo vlen shumë për ujorin, peshorin, binjakët të dhjetëçit të dytë, ose ata që kanë djedhën ascendente në këto shenja, ose ata që janë lindur në fund të dhjetëçit të parë dhe në fillim të dhjetëçit të dytë. Ka një ndikim mjaft të mirë, një ndikim që vazhdon, rrezaton atë çka është dhe momentet që kanë të bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me gjërat e mëdha që vinë, dhe kjo është diçka mjaft e madhe, pozitive në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e gjërave të mëdha që këto diktojnë dhe ndikojnë, dhe kjo është një diçka shumë e mirë e tepër pozitive, sepse lidhjet dhe ndryshimet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në çështjet që juve keni. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për juve që interesoni për parashikim të detajuar, astrologo.al, faqja roz. Atje të zgjidhni paketën tuaj, numri për kartës të blerjes, dhe duke pasur parasysh gjërat që juve dëshironi, sepse në një anë mund të shikoni çfarë do të bëni, nëse ju të intereson një gjëra, pastaj në anën tjetër, gjithçka shkoni tek sekretaria dhe aty mund të flasim pastaj bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it për sa i përket paketës që juve jeni abonuar. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës të dashit, duket se dashi ka një ndikim mjaft pozicionues në lidhje me kohën, me ndryshimin, me vendimin, me kohën juaj, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me shqiptar janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju shenjës e demit, duket se është një periudhë që kërkon vëmendje, kërkon kohë për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve që ju e keni. Është momenti dhe më pozitiv dhe çështet më me karrierën e keni juve, dhe kjo do thotë disa gjëra që mund të ndikojnë ose të arrini aty ku doni juve, sepse është puna juaj, është ajo çka juve keni, ajo çka juve ju intereson për sa përket karrierës suaj. Por çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me binjak, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse keni mundësinë ose kohën në dispozicionin tuaj të marrë vendime të rëndësishme në anën tuaj, në punën tuaj, është një kohë shumë përcaktuese në lidhje me ekonominë, përcaktuese në lidhje me ndryshimin e madh që vjen nga ana juaj, por njëkohësisht edhe kjo periudhë që është periudha që vërtet është ndikuese në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush, dhe koha tregon që është dhe jeni me fat në çdo aspekt të jetës suaj. Është një kohë shumë e mirë, tepër pozitive për të zgjidhur problemin tuaj, për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara, që është koha juaj dhe momenti. Tani për tani, ngado që të vinë, sido që ta sjellë koha, juve e keni dhe mundësinë edhe kohën e çështjet e rëndësishme që lidhen me ekonominë, çështjet e rëndësishme që lidhen me biznesin dhe me anën tjetër të punës. Të çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëm të dhjetëçit të parë, me ujor të dhjetëçit të tretë, është diçka perfekte dhe jo problematike. Lidhjet që do të themi në anën tjetër, në lidhje me biznesin apo me dashurinë, është me akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket shenjës së gafores, meqenëse gaforet duket se tani e tutje kanë momentin e duhur, kanë kohën e duhur në lidhje me ndryshimin dhe kohën në dispozicion, që është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv, ndash nga ana ekonomike, ndash nga biznesi dhe karriera, dhe mundësi që jepen tani e tutje ku çdo gjë është në rrugën e duhur, momentin e duhur për të bërë zgjidhjen në fushën e punës, fushën e karrierës dhe të ndryshimit të madh. Në çështje shpirtërore,
lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe peshore, ka diçka shumë të madhe mbasdite nga ora 17 deri në orën 22, ku koha është në dispozicionin tuaj dhe për të zgjidhur atë çka ishte vështirë të zgjidhshëm më përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët duket se është një moment mjaft i mirë, do thosha unë, sepse zgjidhet një problem që keni pasur para disa kohëve. Është një moment shumë i mirë nëse do ta flasim në anën e pozicionimit të planeteve. Duket se është koha juaj, është momenti më i mirë dhe më pozitiv në anën tuaj, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimin, lidhet me vendimin historik për sa i përket punës dhe karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me ujor dhe me dashur të diçka të tretë, përgatitur sepse nuk ka fejes, por ka njohje dhe martesë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Me virgjëreshën, në fakt, dita e sotme është një ditë që ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, përsa përket punës, përsa përket gjërave të mëdha që keni, kohën në dispozicion që ju e keni, dhe është një moment mjaft i mirë, sepse jo se ndikimi, data 29 jep edhe disa këshilla pozitive, duke pasur parasysh ditën e njëjtë ndikojnë dhe çështjet ekonomike financiare, ndikojnë edhe puna, ndikojnë edhe karriera, edhe shumë gjëra të tjera ku janë në dispozicionin tuaj për gjëra të mëdha që kanë të bëjnë dhe ecin përpara. Është momenti i duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep të diçka të tretë, duket se ka diçka mjaft surprizuese dhe mjaft ndikuese në anën tuaj. Në anën tjetër, nëse keni për të bërë një udhëtim ose për të një datë fejese, kur thënë atyre, atëherë kemi ndikimin më të mirë të mundshëm dhe kohën më të përshtatshme që ka të bëjnë me binjak të diçka të tretë, prandaj bini pas posedimit pastore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket shenjës së peshores, me qenë se peshores duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me karrierën, lidhet shumë me karrierën, dhe një nga ndikimet më të mira që kanë të bëjnë dhe periudha më ideale që ndonjëherë, sepse duke lidhur me ekonominë, duke lidhur me dashurinë, duke lidhur me ndryshimin e madh që ka të bëjnë në anën tuaj, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal në ndryshimet dhe vendimet që do të merr. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se kanë disa mundësi tani, disa mundësi që vërtet kanë zgjidhje në ekonomi, kanë zgjidhje në vazhdimsi, sepse është një periudhë mjaft ndikuese në anën ekonomike, është një periudhë që tani për tani mund të mos sjellë ajo që pritet ose çështjet që kanë të bëjnë me anën e biznesit dhe të karrierës, por është diçka që tani për tani momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë, momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në ekonomi dhe në gjërat e tjera. Në çështjet që lidhen me dashurinë, lidhen me vazhdimsinë, lidhen me korrektësinë, është një moment mjaft i mirë tani, sidomos lidhjet me dashurinë, me peshk dhe me luantë dhe diçka të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, me qenë se shigjetarët tani e tutje janë mjaft ndikues, janë mjaft vendimtarë në atë që ndodh në ekonomi, atë që ndodh në fushën e dashurisë dhe jo vetëm, sepse juve jeni mjaft ju rrezatoni në fakt në ekonomi, rrezatoni në atë që duani të bëni dhe të arrini, dhe është një moment tani, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, sepse është momenti më i mirë i mundshëm mbi takimet dhe vendimet që mund të merrni, është një kohë shumë e përshtatshme dhe e zgjidhshme për sa përket punës suaj, për sa përket gjërave që do të keni në ndikime, ndryshime, vendime të rëndësishme që merrni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me dashpërshitare. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Me qenë se bricjapët tani e tutje kanë disa mundësi të arta, bricjapët gjithmonë kanë atë ndikimin, kanë favorizimin, momentin e duhur për punën, për karrierën, për gjërat të mëdha që ata kanë, dhe u jepet një mundësi e artë me anën ekonomike financiare, një mundësi e artë në lidhje me ndryshimet dhe vendimet rëndësishme që mund të merrni në kohën e duhur, por gjithashtu është një kohë shumë e mirë dhe shumë vendimtare për sa përket jetës, për sa përket karrierës dhe për sa përket gjërave të tjera që do shikoni gjatë rrugtimit tuaj, gjatë vazhdimësisë suaj.
në ekonomi dhe në stabilizimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshorët e dedicit parë, shqytetarët e dedicit që është perfektja, po një problem i vogël do të thotë që është me binjak, po keni kujdes, zgjidheni sot se është kohë mjaft e mirë për të zgjidhur dhe jo për ta lënë pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorin, në fakt, duket se tani për tani, nga do që juve të nisni diçka, ose nisni sot, ose nisni e keni nisur dje për punë ose për kërkim një pune, kjo është në fakt në planet juve keni, është në planet juve jeni dhe doni të realizoni ashtu siç juve kërkoni, por është një moment mjaft i mirë dhe është ndikues, është pozitive në ekonomi, pozitive në vazhdimsi dhe mjaft i gjëra do të ndryshojnë dhe do të ndikojnë në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e dedicit të parë, me peshorët e dedicit që është një ndikim shumë i mirë e tepër pozitiv, është mundësia që juve të keni anën tuaj pozicionimin e planeteve ku do t'ju ndihmojnë në lidhje me karrierën tuaj, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë dhe me ndryshime që do të keni tani atje, ku është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe kohën dhe ndryshimin e madh që juve do të keni tani atje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmt të dedicit të parë, me dashtë të dedicit të tretë, me shigjetar, e keni mundësinë dhe kjo është një zgjidhje përfundimtare në ekonomi, përfundimtare në atë çka juve keni dhe vazhdimsinë që do të rezatoni, do të realizoni gjërat nga më të mirat të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse është koha dhe momenti i duhur për zgjidhur problematikat që juve keni. Lidhjet afatgjatë janë me peshore, janë me dash, nëse keni një fejes të keni në martesë ose në bashkim familjar që është me luan, kjo dihet është dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshqu dashur, nëse keni mundësi, ose kohën e duhur në marrjen e zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që keni, momente që janë mjaft pozitive, surprizuese në një anë, edhe koha që ndryshoni, takimet, vendimet të mëdha që merrni në kohën e duhur, është një mundësi shumë e mirë për sa përket ekonomisë, për sa përket ndryshimit, për sa përket vendimeve që juve keni, dhe kjo është diçka shumë pozitive dhe mjaft ndikuese në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforre, kanë bëjnë me shigjetar, është diçka shumë e mirë, sepse mund shkoni në altar në lidhje me dashurinë tuaj, në lidhje me çështjet vendimtare që mund të keni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 29 janar 2026. Nëse dëshironi parashikimet e detajuara, para se të ndani, pikërisht keni këtë këtu, faqja roz www.astrologu.al, dhe atje mund zgjidhni çdo lloj pakete që ju intereson. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, jeni gati por gjithçka ju intereson. Pra, e shkoni sekretarinë atje, nëpërmjet emailit e dërgoni dhe neve ju marrim telefonin se na merrni juve dhe jeni gati pastaj për të dërguar në departament vetë përgjigje. Nga unë Rufulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.